Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tron Alilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar bashkarisht ngjarjet më të fundit që në fakt po ndodhin në Ferma VIP. Me thënë, sot Ferma është më e zjarrt se kur, loja ka ndryshuar, tensionet janë rritur dhe pikpyetjet e mëdha në fakt janë shtuar. Kush me çfarë grupi do të pozicionohet? A janë të pozicionuar apo vazhdojnë që të jenë në shkallët të cilat ato kanë përzgjedhur të jenë? Unë kam arritur që të zbuloj informacionet e fundit se çfarë do të ndodhë sonte në Ferm, çfarë temash do të trajtohen, për çfarë do të flitet dhe për çfarë do të jetë e fokusuar sonte kjo natë. Fillimisht njëherë, ajo që do të ketë të gjithë vëmendjen, do të thënë do të jetë lufta mes Zhakut edhe Mozës. Që në momentin e parë, Zhaku që hyri në Ferma VIP, ajo hyri si një fanse e Mozës ndryshe nga Kostana. Për shembull, Kostana ishte një vajzë e cila preferonte Mozën, e cila mbështeste Mozën nga jashtë, por vendosi që të luaj lojën e saj me shumë dinjitet dhe vendosi që të bëj lojën e saj. Ndërsa nga ana e Zhakut ishte e kundërta. Zhaku hyri vetëm me të vetmin qëllim. Mbaj mend që në natën e parë, në momentin kur Arbana i pyeste, ajo tha që unë do të hyj për Mozën, për ta ndihmuar Mozën, për ta ngritur Mozën në nivelin të cilin e meriton. Dhe çuditërisht, Zhaku dhe Moza patën konfliktin më të fortë brenda në Ferm, një konflikt që erdhi nga ana e Zhakut, duke i quajtur Mozën servile, dhe Moza në atë moment duke nxjerrur një histori me saj dhe Zhakut nga jashtë treguar sonit. Sonte, fillimisht njëherë produksioni do të paralajmëroj Zhakun se çfarë ka folur Moza, nga që Zhaku nuk e di historinë të cilën e ka hapur Moza dhe mendoj që do të ketë konflikt edhe më të gjerë. Do të thënë fillimisht do të ketë pikpyetje rreth marrëdhënies së Zhakut edhe Mozës, a është një marrëdhënie shoqërore, a është një marrëdhënie për të ndërtuar një miqësi të ngrohtë edhe aty brenda edhe jashtë, apo është një marrëdhënie thjesht e ashpër, e cila ka një prapavi për të cilën e dyshojmë që Zhaku edhe ndoshta dëshiron që t'i hakmeret Mozës. Tani, apo e saboton Mozën fermerja? Pyetja e dytë në fakt është, do të thënë është nata pothuajse e fokusuar tek këto të dyja. Në shumicën e rasteve, do të thënë përflitet që Zhaku po e bllokon Mozën në lojë, Zhaku po mundohet që ja bëj gropën, Moza në fakt ka qenë në një pikpyetje që në momentin e parë kur Zhaku ka hapur derën e asaj ferme, që kjo hyrje e saj nuk është një hyrje për të më mbështetur. Do të thënë nëse të gjithë ne atë natë duartrokitëm Zhakun, e deshëm Zhakun, e përqafuam Zhakun, sepse hyri që ta mbështeste Mimozën kur Mimoza ishte në ditët më të këqija të vetat, ishte në momentet më të vështira, po jetonte shumë keq fermën, siç duket Zhaku ka një mision tjetër dhe sonte në fakt do të ndëgjojmë qëndrimet e Mimozës. Dhe më pas, do të thënë, pjesa tjetër që do të jetë në 3 parte e ndarë kjo, do të thënë do të ketë debat, publicitet, debat, publicitet, debat, publicitet. Pjesa tjetër që në fakt do të trajtohet është kjo, apo mundohet Zhaku që të bëhet pol i grupit të saj, do të thënë të ndërton në rrethin e saj, apo mundohet Zhaku që t'ia merr frontin Mozës, që t'ia merr frontin Ilirit, sepse janë dy këto polet të fermës. Unë mendoj që pa marrë parasysh se çfarë dëshiron Zhaku të bën, nuk mundet dot që ta merr. Por Zhaku arriti që të shndrohet në fenomen në aspektin e menjëhershëm të situatave, të prajmeve, sepse për ato fermerët është shumë e rëndësishme se kush e kapën prajmin, dhe sonte kur do të shohin se pothuajse i gjithë prajmi do të jetë i fokusuar tek Zhaku dhe tek Moza, unë jam i bindur që ato do të kenë edhe një herë do të kenë luftë me veten se si mundet kjo femër të jetë kaq
e përkëdhelur në aspekt të lojës nga ana e produksionit, sepse Zhaku do të jetë në qendër të vëmendjes. Me thënë është një natë entuziaste dhe më pas është pyetja se kush do të largohet mes Blerinës, Henrit, Vanesës edhe Sarës, ku unë kam një bindje që do me thënë banori që do të largohet sonte në këtë pikë të lojës është Henri. Në fakt do të shohim sonte a do të ketë një sqarim me Sarës edhe produksionit për atë lëshimin në fakt që është bërë nga ana e Sarës që ka treguar që ka informacione nga jashtë dhe këto informacione t'ja ka dhënë produksioni dhe ne këtë gjë nuk duhet ta heshtim, por duhet ta ngrem zërin që drejtësia të jetë për të gjithë, jo Mimozën ta shtypin me këmbë apo dikë tjetër ta shtypin me këmbë dhe Sarën ta lartësojnë, t'i japin informacione, sepse për shembull Soni dha dhe një informacion tjetër që ishte pak i çuditshëm. Tani Romiri priste me ditë dhe me natë të merr informacione për vajzën se si qëndron vajza e tij, ndërsa Soni merrte informacione nga mëngjesi deri në darkë. Dhe domethënë mua kjo nuk më duk e sinqert, nuk më duke drejt dhe uroj me zemër që sonte të qartësohen gjërat dhe loja të luhet ashtu siç duhet luajtur. Do me thënë, sonte flasim për, edhe një herë, luftën e hapur mes Zhakut edhe Mozës, një luftë e cila tashmë ka krijuar një vend të rëndësishëm brenda në ferm, një luftë e cila ka bërë namin brenda në ferm. Nga ana tjetër, do me thënë, kemi Kostanën, e cila është kthyer kundër Mozës, do me thënë kemi dy grupe të ndara në shtëpi. Do me thënë Moza ka momentalisht në grup vetëm Bujakën, po dhe me Bujakën ka patur konflikt shumë të madh. Dhe unë mund të them që Moza është në grup vetëm, ndërsa këto të tjerët janë të gjithë bashkë kundër drejt Mozës, këtu më pak përfshir Henrin dhe Kostanën, sepse Henri dhe Kostana janë në krah të Mozës. Do me thënë po luhet një lojë shumë e fortë, po luhet një dinamik shumë e madhe. Unë uroj me zemër që produksioni ta nxjerrë edhe historikun që Moza ka treguar që një herë për gjithmonë ta sqarojmë këtë të vërtetë. Unë e di që Zhaku do të jetë shumë i ashpër kundër drejt Mozës sepse i ka nxjerrë një të vërtetë të madhe, por unë mendoj që të vërtetat duhet thënë, e vërtetat duhet duar trokitur, sepse ne nëse qëndrojmë në këtë formë dhe nuk i trokasim të vërtetat, atëherë ne thjesht, do me thënë, mundohemi që të ulim zërin dhe mundohemi që të lejmë padrejtësinë të fiton në këtë aspekt. Do me thënë, sonte do t'jetë një natë e zjarrt, sonte do t'jetë një natë sikur më parë me dinamika, me luftra, që besoj do t'jenë të interesante edhe për publikun shqiptar. Ne vazhdojmë të qëndrojmë me ju vazhdoni së ndjekuri tek ne, vazhdoni me subscribe, vazhdoni me të gjitha format e juaja për të na ndjekur dhe për të na dhuruar emocione të ndryshme rreth këtij rrugtimit ton. Unë do të sjell lajmet më të fundit dhe dua të marr mendimin tuaj si shikoni ju qëndrimin mes Zhakut edhe Mozës. Jepni komentin tuaj poshtë videos.